Në fund të vitit 1990, Lëvizja Popullore e Kosovës dhe presidenti shqiptar Ramiz Alia arritën një marrëveshje të fshehtë. Të stërvitnin vullnetar nga Kosova me synimin që në të ardhmen të ndiznin një kryengritje të armatosur kundër aparatit jugoslav. Ky ishte fillimi i një procesi të organizuar i cili kërkonte heshtje, kujdes dhe disiplinë absolute. Vullnetarët morën urdhra të rep të mos binin në gjurmët e policisë sekrete jugoslave. Udhëtimi i tyre ishte plot kthesa. Fillimisht fluturuan për në Cyri, më pas për në Trieste dhe nga aty hipën në një anije që i qoi drejt Durrësit. Atje nisi faza e stërvitjes. Më 1 tetor 1991, 53 vullnetarët e parë filluan një trajnim të përqendruar ushtarak që zgjati 30 ditë në fshatin Surrel afër Tiranës. Një grup i dytë më i gjerë dhe më i larmishëm mbërriti me 1 nëntor. Në mesin e tyre ishin Adem Jashari, Sahit e Murat Jashari, Fadil Kodra dhe Ilaz Kodra. Planet për një grup të tretë u ndërpren nga autoritetet jugoslave, të cilët kishin filluar të nuhasnin lëvizjet. Me 2 dhjetor 1991, pas përfundimit të trajnimeve dhe pasi vendimet ishin marrë, Adem Jashari u nis drejt Kosovës. Jo i vetëm, por i shoqëruar nga 33 burra të armatosur, të përgatitur dhe të vendosur. Ajo ditë shënoi kthimin e tij në vendlindje dhe kthimin e luftës në Drenicë. Para se të vazhdojmë, mos harroni, shtypeni butonin e pëlqimit dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këto histori duhet dëgjuar, duhet kujtuar dhe nuk duhet i humbas asnjëri prej nesh. Dimri i vitit 1991 kishte një heshtje të rëndë mbi Kosovë. Një heshtje që nuk të qetëson, por të paralemron. Në Prekaz, në lagjen e Jasharajve, nata po jepte shpirt dhe drita e mëngjesit po ngrihej ngadalë. Askush nuk e dinte se ajo ditë 30 dhjetorit do të bëhej momenti kur historia e Kosovës do të merrte kthesën e saj të parë drejt luftës së hapur. Në shtëpinë e Shaban Jasharit, britma e armëve do të përplasej për herë të parë me emrin që shumë shpejt do të kthehej në simbol, Adem Jashari. Një natë më parë, Adem Jashari kishte marrë një telefonat të shkurtër, të qartë dhe të ftohtë. Jo një telefonat do si do, por nga një njeri i besuar, një njeri që s'bënte shaka me jetë njerëzish. Adem, një kolon e mupit, është nisur drejt Prekazit, mjetë të blinduara, helikopter, ki kujdes, kaq, telefoni u mbyll, por paralajmërimi jehonte në ajër. Ademi nuk e kishte luksin të mendonte gjatë. Ai, Hamza dhe disa shok u ngritën me njëherë. Morën armët dhe u tërhoqën drejt lagjes Kodra për t'u pozicionuar, për të shmangur rrethimin, për të fituar qoftë edhe pak kohë. Ishte një natë e ftohtë, e errët, por tensioni digjte më tepër se acari. Dhe megjithatë në orët e para të mëngjesit, besuan, ndoshta gabimisht, se rreziku kishte kaluar. Vendosën të ktheheshin në shtëpi. Sa po afruan tek shtëpia e tyre, zjarri shpërtheu. Policia serbe i priti me breshëri automatiku. Krismat qanë heshtjen e Prekazit dhe shpallën fillimin e asaj që më vonë do të quhej rrethimi i parë. Ademi dhe Hamza nuk u tërhoqën, as nuk u hutuan, e kthyen zjarrin me zjarr, instiktivisht, si njerëz që e dinë se rruga e tyre nuk kthehet më pas.
Lufta nisi aty në oborrin e jasharajve, ndërsa drita e ditës ende nuk ishte ngritur plotësisht. Ushtria jugoslave kishte një urdhër të qartë: ta kapnin Adem Jasharin, të gjallë apo të vdekur. Por ndodhi diçka që serbët nuk e prisnin kurrë. Me të dëgjuar krismat, njerëz nga çdo skaj i prekazit filluan të lëviznin drejt shtëpisë së jasharajve, të armatosur, të pa armatosur, të rinj, burra, madje edhe pleq. Nuk ishin thirrur, nuk ishin organizuar, ishte vetë zemra e prekazit që u ngrit në këmbë. Rezistenca nisi të shtohej pa ndalje. Djemtë e fshatit, duke vrapuar në rrugica dhe ara, u bashkuan me Ademin dhe Hamzën. Blindat dhe helikopterët mbi prekaz papritur nuk përballeshin më me 2-3 burra, por me një fshat të tërë që po mbante frymën e vet. Turma e njerëzve, zemërimi dhe guximi i tyre e thyen rrethimin. Ushtria jugoslave filloi të tërhiqej. Ata më vonë do ta shpallnin prekazin zonë të ndaluar. Për herë të parë, Serbia kuptoi se në këtë fshat nuk kishte të bënte me një individ, por me një vatër rezistence që nuk do të shuhej kurrë. Luftimet nuk u ndalën deri në orën 15:30. Acar i madh, temperatura nën zero, frymë e ngrirë, por zemër e zjarrt. Në teren raportoheshin të vrarë 2 polic serb, një tjetër i plagosur. Nga pala e rezistencës ishte plagosur Halil Selimi nga Aqareva. Forcat serbe kapën peng, antar nga lagja, i mbajtën në mur, nën tytat e armëve, në të ftohtë të madh, por as ky presion nuk e ndaloi rritjen e rezistencës. Në drejtim të prekazit nisën të vinin vullnetarë të tjerë, të gatshëm të hyjnë në zjarr. Prekazi po shndrohej nga fshat në simbol, dhe Serbia po kuptonte se po i dilte jashtë kontrollit. Ngjarja bëri jehon deri në Beograd. Plot 12 përfaqësi diplomatike ndërhyn atë ditë për ndalimin e luftimeve. Mes tyre edhe ambasada amerikane 3 herë radhazi. Ambasadori Zimmerman ishte i alarmuar. Ishte një periudhë kur në Sloveni dhe Kroaci lufta po shpërthente hapur. Tani një vatër e re po ndiste një tjetër cep të Ballkanit. Një fshat i vogël që nuk pranonte t'i dorëzohej askujt. Pas orës 15:30, grupi i rezistencës u tërhoq në palac, në odën e Ganikocit. Aty ishin mbi 40 luftëtar. Aty kishin armë, radiolidhje, organizim. Në krye, Adem, Hamz dhe Rifat Jashari. Gazetari dhe dëshmitari i ditës, Zeqir Bekolli, e përshkruan të qartë. Nuk ishte një grupi improvizuar, ishte një strukturë e stërvitur me vizion dhe strategji të qartë për periudhën që po vinte. Kjo ditë i tregoi popullit shqiptar dhe Serbisë një të vërtetë të madhe. Në Drenicë po rritej një rezistencë e vërtetë. Një organizim që nuk ishte i sotshëm, as i rastësishëm, një fillim lufte. Rrethimi i parë i prekazit nuk ishte betejë, ishte paralajmërim. Shenjë qartë se vitet që vinin do të sillnin një front të ri, dhe se në qendër të atij fronti do të qëndronte familja Jashari. Ajo ditë e ftohtë dhjetori tregoi se shtëpia e Jasharajve nuk mund të merrej me një rrethim, që prekazi nuk thyhej, që zemra e një kombi mund të jetë më e fortë se blindat dhe helikopterët. Serbia u kthye sërish me 1998 me topa, tanke, ushtri të tërë, por tani e dinte me kë kishte punë, dhe kur erdhi ajmarrës fatal, prekazi luftoi deri në frymën e fundit.
Por gjithçka filloi këtu, me 30 vjetor 1991. Me një telefonat, me një breshëri në agim, me një fshat që u ngrit, me një emër që do të bëhej legjend. Rrethimi i parë i prekazit ishte lindja e rezistencës moderne të Kosovës dhe emri i kësaj lindje ishte Jashari. Nëse keni kujtime, rrëfime apo dëshmin nga kjo ditë e madhe, shkruajeni në komente. Çdo mendim, çdo koment e ndihmon videon të arrijë më larg. Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.